Kur e braktisi, ose kur e la Ibrahimi Haxherën, aty ishte foshnje Ismaili a.s. Me kalimin e kohës është ajo ngjarje shumë e famshme që Haxherja mbetet pa ujë dhe del e hulumton rastësisht, mos pas kësaj kodre po e sheh ndonjë njeri dhe ti kërkoj ndihmën, por ajo nuk pa askënd. Ajo u ngjit në kodrën Safa, mbrapa nuk ishte askënd. Mendoj se eventualisht në kodrën tjetër ndoshta sheh dikënd, ishte kodra Marve, që shkoj drejt saj, prap nuk pa askënd, u kthy prap në Safa, nuk pa askënd, shkoj prap në Marve, nuk pa askënd, u kthy prap në Safa, nuk pa askënd, prap në Marve, nuk pa askënd, dhe për të 7 herë pra tash të shkon prej Safas në Marve, e kemi fjalën, pra 3 herë është kthy nga Marve në Safa, të 4 herë shkon në Marve, që numëron si hera 7, edhe nga përkushtimi i saj për të gjetë ujë nuk mund të bëjë rahat. Gjithmonë i dukej se ndoshta mos në atë kodrën tjetër është dikush, mund ta shoh dikën. Ndoshta herën e parë nuk e ka pa mirë dhe e nxituar kësaj, ku shkon për herë të 7, e sheh se afër foshnjës, pra Ismailit, kishte ardhur Xhibrili me krahun e tij, kishte larguar pak dheun dhe doli një ujë i cili ishte shumë i çuditshëm për Haxherën dhe dilte gejzer, pra si krua përpjet, e ajo shkoi në gjuhën e saj, tha zem, që i pjen ndalu, dhe ai ujë u ndal nga shpërthimi i tillë dhe mori vetëm rrjedh normale, aty ishte uji Zemzem. Me vonë, sikur përmenda, shpesh Ibrahimi do të vijë dhe do ta vizitoj djalin e tij Ismailin dhe bashortën e tij Haxherën.